di me dasht, di me respektu, di edhe me punu, sepse nuk është të marrë edhe sot, ndështë edhe me qenë pjesë e familjes, edhe mu qu me hek një gotës, një pjatës, qka do që e bënë, dhe me thonë, vetë, kështu që ka momente caktume që i gjinda paka shumë qëndresës, edhe pse periudhën e fundit ma pak, krase me ato kotën e parshme, po jam i përkushtum ndaj dashnisë madhe të Roës që e ka, përshkak që është njeri që ma ka ndryshu krejt komplet konceptin e jetës, ma ka ndryshu botën, ma ka ndryshu gjithë shkafin, përshkak që prej momentit që ka ardhë jetë, Roa për mu ka ndryshu gjithë shkafi, edhe sot për marrë shemë me mpytë edhe Roa, shpesh herë më thotë, dënë ma shumë mamin, dënë ma shumë mamin, a nonën, a mu. Nana më ka sjellë mu një jetë, edhe ty të ka sjellë qëndresa një jetë, po faktikisht për mu jetë bota e krejt gjithë shkafit jetë te, edhe pas taj vinë edhe mami jem, edhe mami jetë. Po, pëse deshta, dashnin e Roës dhe dhëtë me pasë edhe dashnin ndaj qëndresës, po mbi gjitha unë edhe qëndresa e gëzojmë një respekt njëri për tjetër. Kur kemi respekt, kemi dashni, kemi gjithë shkafin. Nuk është veç respektin që e marë prej qëndresës, edhe që i japi, po e gëzoj një respekt shumë të madhe prej familjes qëndresës. Kështu që jo me fatë që qëndresa ka një familje, unë kam një familje që mundohem njëri për tjetër. Se cilin familje kemi lab një rol model. Për shembull, unë me këtë familjen jam shumë e lidhë, po e kam një janin prej vllaznive që e kopjoj në një farë mënyrë në ata kuptimin pozitiv. Kush është rol modeli në familje që në fakt